Kryqi është masa më e lartë e shprehjes së dashurisë e të sakrificës që ti ke për dikën dhe mund të bash për dikën. Më e larta masë, me dhuru jetën. Por me marr kryqin tënd për çdo ditë, edhe me një Krishtin, do të thonë me imitu atë, me hyrë brenda logjikës së dashurisë, me hyrë brenda logjikës së dhurimit, me hyrë brenda asaj logjike e cila nuk kërkon shpërblim të ti e të unë, por kërkon shpërblimin të Zoti, sepse vetëm ai mund të më shpërblyj dashnitë e mëdha. Kjo do të thonë me marr kryqin për çdo ditë, me pranu situatat tuaja, vështirësitë, problematikat, të tona gjanat, me i bajt me Krishtin, me i çu drejt shëlbimit. Kryqi është vendi i shëlbimit. Duj e ke me keni pështum. Duj deri në pikën e fundit e ka me diçka për i të jetë. Njëri mund t'ikun, mund të harrohet, por dashnia që ka dhuru e ban të kujtueshëm gjithmonë.